Ndërkohë që kushtet atmosferike pritet që të përkeqësohen në ditët në vijim, ministri i Mbrojtjes Piro Vengu i ka kërkuar bashkive të vendit që të jenë në gatishmëri dhe të marrin masa për parandalimin e përmbytjeve të mundshme. Ndërkohë Vengu tha se ende po punohet për dëmet e shkaktuara në ditët e para të muajit janar, sidomos në argjinaturat e dëmtuara. Niveli i gatishmërisë së bashkive duhet të jetë maksimal, po veprojmë në dy drejtime. E para, siç e keni vënë re, besoj, punimet për hapje, çlirime hapësirash, kanale rregullimi, thellime nga më të ndryshmet në shumë bashki vijojnë. Riparimet e argjinaturave të prekura në javën e parë të janarit, nga përmbytjet e javës së parë të janarit, edhe aty po vazhdojnë nga Ministria e Bujqësisë. Dhe nga ana tjetër, ne kemi filluar punën e rehabilitimit në disa bashki të vendit, qoftë me komponentin civil, qoftë me repartet xheniere. Sipas ministrit Vengo, vetëm një bashki ende nuk ka dorëzuar bilancin e përmbytjeve të pak javëve më parë. Ai tha se në përfundim pritet që të ketë kompensim për të gjithë të prekurit. Grupet e konstatimit të dëmeve organizohen, drejtohen nga bashkitë, monitorohet procesi nga prefektura dhe nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, e cila bën vlerësimin përfundimtar. Jemi në kushte ku deri para pak ditësh vetëm një bashki nuk ishte përfunduar procesin e konstatimit të dëmeve, pra 60 prej tyre e kanë përfunduar dhe do kemi mundësi së shpejti që bashkë me prefekturat dhe Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile mund të dërgoj një informacion plot ke Ministria e Financave dhe pastaj, siç është gjithmonë rasti, ne krijojmë atë paketën e kompensimeve. Ministri i Mbrojtjes ndër të tjera u shpreh se flota e emergjencave civile do të shtohet për të parandaluar dhe për të ndihmuar qytetarët në rastet e fatkeqësive natyrore, sa i takon përmbytjeve gjatë dimrit apo për të ndërhyrë në rastet e zjarreve gjatë sezonit veror.